Një shkrim tjetër rilint i ytit që më pëlqej tepër shumë është një revolt ndaj atyre që i urrejnë muslimanët. Është kjo. Po e lexoj, mase e komentojmë. Unë e kum lënë titullin me shkronjat më kush je bre ti? Kush je bre ti? E ta shkrimi vazhdon kështu vjen. Kush je bre ti? Të më përqeshesh emrin tradicional të trashëguar nga paraardhësit e mi që kanë bjetuar 1000 fortuna të arrijet deri te unë. Që të arrijet deri te unë. Kush mendon si e ti që të më përzihesh se në çfarë gjuhë i lutem Zotit tim? Nga të buron ajo paftyrësi që të më përzihesh se me çfarë gjuhë dhe cilin alfabet shkruan në pëlhurën me të cilën e mbulojmë të vdekurin në çastin më të dhimbshëm për ne. A mendon se të besoj kur më shet mend që me ato para më mirë të kishim ndërtuar një shkollë, një spital, në vend se një xhami? Çfarë autoriteti je ti që të më ndalosh që të shpreh bashkëdhimbje për vëllezërit e mi në fe, që janë duke kaluar nëpër tortura të tmerrshme? Ndoshta shumica prej nesh janë naiv dhe pakurizor, por ndaj provokimit dhe fyerjes ka shumë që ta kthejnë me të njëjtën monedhë. E nëse vazhdon me të njëjtin avas, nga zhurma e urrejtjes tënde, një ditë do ta zgjosh nga xhumi edhe muslimanin më të dobët. Pastaj do t'i biesh pishman që nuk ja ditë vlerën zemërgjësisë së shumicës. Një shkrim fenomenal nga ana juaj. Faleminderit. Nga ajo që e kam vërejtur, shumë provokime dhe fyre që u bën muslimanëve shqiptar, disa me pakta që mund të thotë se janë pashije. Vërtet. Por disa edhe janë shkelet rënda të dinjitetit njerëzor, të asaj se çka ka hije diku që pretendon të jetë njeri pa dallim feje. Nuk e kishim ditë, por para disa viteve kur ndroi jetë humorist e njohur nga Shkodra, Mustafa Kurjo më duket emrin e ka, nuk më kujtohet sakt. Tek ritualet fetare të krizet e fundit që bën muslimanëve, është praktik që të vendoset një pëlhur, me sa di është ajet kuranor, të gjithë shpirtra do ta shqyrojnë vdekjen. Nuk e di sakt për çka bëhet fjalë. Në gjuhën arabe me alfabet arab. Dhe në një moment të tillë edhe këtu ishin kap. Momentet më të mërzitshme. Edhe për të bërë sulm ndaj fillimisht ndaj familjes të ndjerit, pastaj familjes së ndjerit, edhe pastaj në fund edhe ndaj muslimanëve në përgjithësi, që tregon se drisa larg shkon urrejtja që disa e kanë në brendi. Pastaj kjo është një shkel më të rënda. Të tjerat janë në nivel më të ulët, por sërish janë me standard të dyfisht, sërish janë provokime për gjëra për cilat nuk është puna jote. Po, da. Themi çfarë punë të hin ty, fillimisht nëse je musliman dhe nuk falesh asnjëherë, por se nëse fares që musliman, çka të hin punë, se çfarë gjuhë i bën muslimanët ritualet fetare. Edhe për ty ndryshon asgjë. Pse ka nevojë edhe atë ta përdorish si argument kundër sërish. Do të thonë nëse bëhet fjalë për një debat më themi midis një prifti dhe një hoxhe në një tribun, aty nuk e di sa është e pranueshme, por aty hajde themi mund të thosh, ja në fen ton ne i lutemi Zotit në gjuhën ton, ja ju e keni në gjuhë huaj, mund ta përdorish si kundërargument. Mirë po, kur je njeri thjesht çfarë të hyn punë ta përmendish një gjë të tillë. Tjetër është që edhe nuk është që është sërish me standard të dyfisht, sepse shumë fe kanë dallim midis themi
gjuhës së folur nga njerëzit për ditë dhe asaj që disa quhen gjuha liturgjike. Po. Edhe nuk është se është diçka ekskluzive për Islamin. Pastaj është çështja e asaj që themi se përket gjuhës sot nuk është vetëm çështja nuk është vetëm rasti i shqiptarëve musliman që ja për diçka që nuk ka fare punë jotja për është midis tij dhe Zotit ata i luten Zotit arabisht në fakt bëhet fjalë për adhurim. Po. Bëhet fjalë për rituale fetare të paracaktuara se si duhet bëhen. Po. Por sot gjuha shqipe vazhdimisht bastardohet me mos respektim të madh të rregullave gramatikore, nuk quhen emrat, kur flitet në televizion me licencë kombëtare, bëhet bastardizimi s'kaq në gjuhën shqipe. Përdoren fjalë angleze, italiane pa nevojë. Dhe Nuk ka problem. Dhe në gjithë këtë katrahu, gjithë këtë lëmëtitje me fjalë të huaja në duke folur në gjuhën shqipe, dikujt i kishte mbet hatri pse në një emision dikush e kishte bërë përshëndetje selam aleikum. Nuk është pyetje çështja pse bëhet fjalë për një gjuhë huaj, është pengon diçka tjetër. Kjo është ajo. Sa përket emrave është edhe kjo një tjetër ashtu që sërish është provokim një fyerje e rëndë me emrat tradicional që vendosin shqiptarët musliman, që nuk është punë jotja pse ka vendosur emër të tillë, por sërish bëhet fjalë për standard të dyfishtë, sepse kohëve të fundit fillimisht bëhet fjalë për standard të dyfishtë, se nuk është se themi shqiptarët e feve tjera kanë emra autokton shqip. Po, edhe emrat që origjinën e kanë nga Bibla, ato janë emra grek, janë emra hebraik, janë emra aramaik. Me emrin tem shpesh mbullizojnë në rrjetet sociale. Se unë e kam emrin Sunullah, që i vjen në shqip krijesa e Allahut. Edhe ti kanë Taliban, ti pse kësi emri? Falbe, hajtë shkojna në komunë të ndrojve, se ti duhet me të vetë, unë e çfarë emri ka. Pikërisht, nuk jenë ndonjë autoritet që jenë pozit dika ta fysh, që ajtë tash të bëjnë një ndryshim për qefin tënd. Po, da. Por sërisht është një shkelje e dignitetit njerëzor. Pastaj është edhe një fyerje e të parëve tanë që nuk jetojnë, që kanë pas emra të tillë. Dhe është mos respekt, ja të them, nëse këtë e bën nga ajo që këto që kanë në shpërputhje me identitetin shqiptar, kemi një grumbull personash me emra tradicional musliman, të cilët kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për Shqipërinë. E kemi rastin e Oso Kukës, që emrin e ka Betullah, emër tepër tradicional arab e musliman, dhe që e kanë prut kufirin e Shqipërisë kundër malazezëve, dhe nuk e ka lëshuar kullën gjallë. E ka dhe shumë raste tjera, që persona me emër të tillë kanë bërë shmos për Shqipërinë. Dhe tash, nëse këtë përqesh që e ke nga i motivacion, është mos respekt i madh ndaj personave të tillë. Është edhe të shkrimi yt rilend shpesh përmenet jam me ato parë që shkojnë në haç, në xhami, me një shkollë. Po.
Edhe agje që përmendet, po. Ose kur ndërtohet në i xhami me çdo parin një çerë dhe ndresh një spital, një sen, një fabrik. Gjithmonë kundër ndërtimit të xhamive. Po. Një aspekt tjetër ku ka një nuk di si ta them me shqip që do të ishte por anglisht një shprehje scrutiny. Ku ka shumë scrutiny ndaj shqiptarëve muslimanë është çështja e ndërtimit të tempujve të tyre fetar. Që argumenti tipik është që me ato të holla më mirë të ishte ndërtuar diçka tjetër. Në mënyrë rasti më që gati është bërë këtë shema shkolla. Që është argument diçka që këtë aspekt edhe vetë muslimanët nuk janë qashtullët sa mendojnë ata. Shembull ka hoxhallar më konservator, të cilët themi kur vjen puna të ndërtimi një xhami më shumë se një minare, tash konsiderojnë nuk ka nevojë në realitetin e sot, më mirë më të holla, themi të ndërtohet diçka tjetër. Nuk është diçka që keni zbuluar ju. Por shtrohet pyetja, nëse mendon se me ato të holla më mirë të ishte ndërtuar diçka tjetër, pse mendon se ai popullsi lokal nuk e ka konsideruar të ndërtohet diçka tjetër. Ndoshta ti thua shkollë, ndoshta veç më kanë shkollë. Nëse tash themi se vazhdimisht janë duke ikur njerëzit në gurbet ose nataliteti ka rënë, ndoshta s'ka nevojë për kapacitet të ri shkollor. Por ajo tjetër argument çështja është se shkollat dhe rrugët ato janë diçka për të cilën veçmë ajo popullsi veçmë e ka dhënë kontributin e vet përmes taksave dhe tatimeve që i paguan. Dhe nuk është vëllëzëshmërisht obligimi i tyre që ta ndërtoj. Por nuk do të thotë se për shkak të xhamisë kanë sakrifikuar një gjë tjetër, është ajo popullsi lokale e din realitetin, nuk jetin pozitash të përzish më mirë këshin ndërtu këtë ose atë. Faktikisht ne një çokoladë kur e blejmë në market, e paguajmë taksën. Pjatë të taksës ndërtohet shkolla sen, e tash xhamia është se feja është jashtë shtetit. Xhamin duhet me paguaj ne nga vullnetar, apo kupton, nga xhepi ynë. Do thonë plus është thjesht një sërish do të shërbej me një fjalë, një disdain ndaj si pjesë asaj urrejtjes përgjithshme ndaj realitetit musliman të shqiptarëve, është edhe një alergji ndaj xhamive, ndaj normal në përfshatra e kanë atë më mirë me ato të kishin ndërtuar një shkollë, por është edhe rasti i xhamisë së Namazgjas në Tiranë, një objekt për cilin ka pas shumë që moti ka qenë kërkesë dhe nevoje shqiptarëve musliman të atjet, dhe ka pas shumë barjera të pa sinqerta. Është e dëmshme që këtu ka park, pse ndërtohet një xhami, do thotë si vetëm aty që ka park dhe vetëm aty tash do të urbanizohesh ka. Por ajo është këtë të gjitha janë gjëra aspektet pa sinqerta, arkitektura ju pengon, që ashtu kështu nuk shkon xhami, çka më intereson arkitektura. Vetëm xhen. Mos ndoshta objekte të tjera fetare, të feve tjera, mos ndoshta gjitha që kanë me arkitekturë moderniste. Tash unë jamithtar, jam merakli i një arkitekturë të tillë, ma ty çka të hyn punë. Thjesht është
një gjithkund gjej diçka për t'u kap, për ta problematizuar. Shqiptarët musliman ju gjejnë të mejta për gjithçka. Ndërsa për tjerë që mbyllin syt.